Data 23 maj. Numrat. Kapitulli 32. Bitë e Rubenit dhe bitë e Gadit kishin një sasi jashtëzakonisht të madhe bagtish. Dhe kur panë që vendi i Jazerit dhe vendi i Galaadit ishin një tokë e përshtatshme për të rritur bagti, bitë e Gadit dhe bitë e Rubenit erdhen për të folur me Mojsiun, me priftin e Eleazar dhe me prijesit e asamblesë, dhe thanë: Atarothi, Diboni, Jazeri, Nimrahu, Heshboni, Elealehu, Sebami, Nebo dhe Neboni, vendi që Zoti ka goditur para asamblesë e Izraelit, është një vend i përshtatshëm për të rritur bagti, dhe shërbëtorët e tu kanë bagti. Ata thanë akoma: në rast se kemi gjetur hirin tënd, jepua këtë vend shërbëtorëve të tu në pronësi dhe mos na bëj të kalojmë Jordanin. Por Mojsiu ju përgjigj bijve të Gadit dhe bijve të Rubenit: a duhet të shkojnë në luftë vëllezërit tuaj ndërsa ju po rrini këtu? Pse duhet të demoralizoni zemrat e bijve të Izraelit që të hyjnë në vendin që u ka dhënë Zoti? Kështu vepruan etrit tuaj kur i nisa nga Kadesh Barneo për ta vëzhguar vendin. U ngjitën deri në luginën e Eshkolit dhe pasi e panë vendin, i demoralizuan zemrat e bijve të Izraelit, dhe kështu këta nuk hynë në vendin që Zoti ju kishte dhënë. Kështu zemërimi i Zotit u ndez atë ditë dhe ai u betua duke thënë: me siguri asnjë nga njerëzit që kanë ardhur nga vendi i Egjiptit në moshën 21 vjeç e lartë nuk do ta shoh kurrë vendin që jam betuar t'u jap Abrahamit, Isakut dhe Jakobit, sepse ata nuk më kanë ndjekur plotësisht, me përjashtim të Kalebit, birit të Jenufehut, i quajtur Kenizeu, dhe të Jezueut, birit të Nunit, sepse këta e kanë ndjekur plotësisht Zotin. Kështu zemërimi i Zotit u ndez kundër Izraelit, dhe ai bëri të enden 40 vjet në shkretetir, derisa mbaroi gjithë brezi që kishte bërë të këqija përpara Zotit. Dhe ja, ju po zini vendin e etërve tuaj, një farë mëkatarësh, për të rritur edhe më zemërimin e zjarrt të Zotit kundër Izraelit. Sepse po të refuzoni të shkoni pas tij, ai do të vazhdojë ta lërë Izraelin në shkretetir dhe ju do të shkaktoni humbjen e tërë këtij populli. Atëherë ata ju afruan Mojsiut dhe i thanë: ne do të ndërtojmë këtu vath për bagtin tonë dhe qytete për të vegjëlit tanë, por ne jemi gati të marshojmë me armë në krye të bijve të Izraelit derisa t'i çojmë në vendin e tyre, ndërkaq të vegjëlit tanë do të banojnë në qytetet e fortifikuara për shkak të banorëve të vendit. Nuk do të kthehemi në shtëpitë tona derisa secili nga bijtë e Izraelit të ketë shtënë në dorë trashëgiminë e tij, sepse nuk do të pranoj asnjë trashëgimi bashkë me ta matan Jordanit dhe më tutje, sepse trashëgimia jon na ra nga kjo anë e Jordanit në drejtim të lindjes. Atëherë Mojsiu u tha atyre: në rast se bëni këtë, në rast se armatoseni për luftë para Zotit dhe tërë njerëzit e armatosur kalojnë Jordanin para Zotit, derisa ai t'i ketë dëbuar armiqtë e tij nga prania e tij dhe toka të jetë nënshtruar para Zotit, dhe pas kësaj ju ktheheni prapa, atëherë nuk do të jeni fajtor para Zotit dhe para Izraelit, dhe ky vend do të jetë prona juaj para Zotit. Dhe nëse nuk veproni kështu, atëherë do të mëkatoni kundër Zotit, dhe të jeni të sigurt që mëkati juaj do t'ju gjejë. Ndërtoni qytete për të vegjëlit tuaj dhe vath për kopet tuaja dhe bëni atë që goja juaj ka thënë. Dhe bitë e Gadit dhe bitë e Rubenit i folën Mojsiut duke i thënë: shërbëtorët e tu do të bëjnë ashtu siç urdhëron zotëria im, të vegjëlit tan, bashkëshortet tona, kopet tona dhe tërë bagtia jon do të mbeten këtu në qytetet e Galaadit, por shërbëtorët e tu, tërë njerëzit e armatosur për luftë, do të kalojnë Jordanin për të luftuar para Zotit, ashtu siç thot zotëria im. Atëherë Mojsiu u dha porosi për ta priftit Eleazar, Jozueut, birit të Nunit dhe kryefamiljarëve të fisëve të bijve të Izraelit. Mojsiu tha atyre: në rast se bitë e Gadit dhe bitë e Rubenit e kalojnë Jordanin bashkë me ju, tërë njerëzit e armatosur për të luftuar para Zotit, dhe vendi do të nënshtrohet para jush, do t'u jepni atyre si pronë vendin e Galaadit. Por në rast se nuk e kalojnë Jordanin të armatosur bashkë me ju, do të kenë prona në mes jush në vendin e Kanaanit. Atëherë bitë e Gadit dhe bitë e Rubenit u përgjigjen duke thënë: do të veprojmë ashtu siç u ka thënë Zoti shërbëtorëve të tu. Do ta kalojmë Jordanin të armatosur para Zotit në vendin e Kanaanit, me qëllim që zotërimi i trashëgimisë son të mbetet nga kjo anë e Jordanit. Mojsiu u dha kështu bijve të Gadit, bijve të Rubenit dhe gjysmës së fisit të Manasit, birit të Jozefit, mbretërinë e Sihonit, mbretit të Amorejve dhe mbretërinë e Ogut, mbretit të Bashabit, vendin me qytetet përreth. Kështu bijtë e Gadit ndërtuan Dibonin, Atarothin, Aroerin, Atroth Shofanin, Jazerin,
Jogbehahun, Beth Nimrahun dhe Beth Aranin, qytetet të fortifikuara dhe vath për kopet e bagtive. Bitë e Rubenit ndërtuan Heshbonin, Elealehun, Kirjathaimin, Neboh dhe Baal Meonin, emrat e tyre janë ndryshuar, dhe Sibmahun, dhe u vun emrat e tjerë qyteteve që ndërtuan. Dhe bitë e Makirit, birit të Manasit, shkuan në vendin e Galaadit, e pushtuan dhe shpronësuan Amorejt që banonin aty. Kështu Mojsiu i dha Galaadin Makirit, birit të Manasit, i cili u vendos aty. Jairi, biri i Manasit, shkoi dhe pushtoi fshatrat e tyre dhe i quajti Havoth Jair. Nobahu përkundrazi, shkoi dhe pushtoi Kenathin me lagjet e tij të jashtme dhe i quajti Nobah sipas emrit të tij. Psalmi 77. Zëri im lartohet te Perëndia dhe unë bërtas. Zëri im lartohet te Perëndia dhe ai ka për të më dëgjuar. Ditën e fatkeqësisë sime kërkova Zotin. Gjatë natës dora ime mbeti e nderur, pa u lodhur dhe shpirti im nuk pranoi të ngushëllohet. Më kujtohet Perëndia dhe rënkoj. Vajtoj dhe fryma ime dobësohet. Ti mi mban të hapura qepallat. Jam aq i turbulluar sa nuk mund të flas. Sjell ndërmend përsëri ditët e lashta, vitet e kohërave të shkuara. Gjatë natës më kthehet në mendje kënga ime. Mendoj thellë në zemrën time dhe fryma ime bën kërkime. A do të më hedh poshtë për gjithnjë Zoti? E nuk do të më pëlqej më kurrë. Dhe mirësia e tij ka marrë fund për gjithnjë, dhe falja e tij ka munguar për brezat e ardhshëm. Vallë Perëndia e ka harruar mëshirën dhe në zemërimin e tij u ka dhënë fund dhe mshurive të tij. Unë kam thënë, shkaku i hidhërimit tim është se dora e djathtë e shumë të lartit ka ndryshuar. Do t'i kujtoj veprat e Zotit. Po, do të kujtoj mrekullitë e tua të kohëve të kaluara. Do të mendohem thellë për gjithë veprat e tua dhe do të kem parasysh bëmat e tua. O Perëndi, udha jote është e shenjtë. Cili Perëndi është i madh si Perëndia? Ti je Perëndia që kryen mrekulli. Ti ke bërë të njihet forca jote midis popujve. Me krahun tënd ke shpenguar popullin tënd, bitë e Jakobit dhe të Jozefit. Ujërat të panë, o Perëndi, ujërat të panë dhe u trembën, edhe humnerat u drithëruan. Ret derdhen për mbytje ujë, qej gjumuan dhe shigjetat e tua vepruan. Zhëmimi bubullimës sate ishte në vorbullën, vetëtimat ndriquan botën dhe toka u tund dhe u drodh. Ti e hape rrugën tënde në mes të detit, shtegun tënd në mes të ujrave të mëdha dhe gjurmët të tua nuk u njohën. Ti e udhëheq popullin tënd si një kope me dorën e Mojsiut dhe të Aronit. Isaia, kapitulli 24. Ja Zoti zbraz tokën dhe e bën të shkret. Prish faqen e saj dhe shpërndan banorët e saj. Do t'i ndodhe njëjta gjë popullit ashtu si priftit, shërbëtorit ashtu si padronit të tij, shërbëtores ashtu si padrones së saj, blerësit ashtu si shitësit, ai që jep borxh ashtu si ai që merr borxh, huadhënësit ashtu si huamarrësit. Toka do të zbrazet plotësisht dhe do të plaçkitet plotësisht, sepse Zoti ka thënë këtë fjalë. Toka është në zi dhe vuan, bota po ligështohet dhe po meket, njerëzit me poste nga populli i dheut ligështohen. Toka është përdhosur nga banorët e saj, sepse këta kanë shkelur ligjet, kanë ndryshuar statutin, kanë marrë në përkëmbë beslidhjen e përjetshme. Prandaj një mallkim e ka përpir tokën dhe banorët e saj janë të dëshpëruar. Prandaj banorët e tokës po digjen dhe të pak janë burra që kanë mbetur. Mushti është në zi, vreshti po prishet dhe gjithë zemërgëzuarit pshëretin. Gëzimi i dajreve ka marrë fund, zhurma e dëfrimtarëve ka mbaruar, gëzimi i harpës pushoi. Nuk pihet më verë me këngë, pija dese është e hidhur për ata që e pinj. Qyteti i rrëmujës është shkatëruar, çdo shtëpi është e mbyllur që të mos hyjë njeri në të. Në për rrugë ka ankime sepse nuk ka verë, çdo gëzim është zhdukur, hareja është zhdukur nga toka. Në qytetet nuk mbetet gjë tjetër veç dëshpërimit dhe porta është bërë cop dhe është shkatëruar. Sepse në mes të dheut, midis popujve do të ndodh ashtu sikur shkunden ullinjt, ashtu sikur mblidhen vilet e mbetura pas vjeljes. Ata që do të ngrenë zërin, do të lëshojnë klithma gëzimi për madhështinë e Zotit,
do të brohorasin nga deti. Përlëvdoni pra Zotin në krahinat e agimit, emrin e Zotit Perëndin e Izraelit në ishujt e detit. Nga skaj tokës dëgjojmë këngë, lavdi të drejtit, por unë them, mjerun, vaj me det, të pabesët veprojnë me pabesi, po të pabesët veprojnë me pabesi të madhe. Të merri gropa dhe laku të kërcnojnë, o banori dheut. Dhe ka për të ndodhur që ai që do të ikë përballë britmes së të merrit, do të bjerë në grop, dhe kush do të dalë nga gropa, do të kapet nga laku, sepse nga lart do të hapen ujvara dhe themelet e dheut do të tronditen. Toka do të çahet e tëra, toka do të kriset tërësisht, toka do të dridhet me forcë, toka do të lëkundet si një i dehur, do të tronditet si një kasolle. Mëkati i saj rëndon mbi të, do të rrëzohet dhe nuk do të ngrihet më. Atë ditë do të ndodhë që Zoti do të dërgojë ushtrinë që është atje lart dhe poshtë mbi tokë mbretërit e dheut. Do të mblidhen bashkë si të burgosur në një burg të nëndheshëm, do të mbyllen në një burg dhe pas shumë ditësh do të ndëshkohen. Hënën do të mbulojë rrëmuja dhe diellin turpi, sepse Zoti i ushtrive do të mbretërojë mbi malin e Sionit dhe në Jeruzalem, dhe lavdia e tij përpara pleqve. 1 Gjonit, kapitulli 2. Djema të mi, ju shkruaj këto që të mos më katoni. Dhe në qofë se ndokush ka më katuar, kemi një avokat e Ati, Jezu Krishtin, të drejtin. Ai është shlyesi për mëkatet tona, dhe jo vetëm për tonat, por edhe për ato të gjithë botës. Dhe nga kjo e dim se kemi njohur atë, në qofë se i mbajmë urdhërimet e tij. Ai që thot, unë e kam njohur atë, dhe nuk mban urdhërimet e tij, është gënjeshtar, dhe e vërteta nuk është në atë. Por kush e mban fjalën e tij, në të me të vërtet dashuria e Perëndisë është përsosur. Nga kjo e njohim se jemi në të. Ai që thot se rri në të, duhet të ecë edhe vetë ashtu si ka ecur ai. Vëllezër, nuk ju shkruaj një urdhërim të ri, por një urdhërim të vjetër që e kishit nga fillimi. Urdhërimi i vjetër është fjala që dëgjuat nga fillimi. E përsëri po ju shkruaj një urdhërim të ri, që është i vërtet në të edhe në ju, sepse errësira po kalon dhe tashmë po ndrit drita e vërtet. Ai që thot se është në dritë dhe urren vëllain e tij, është në errësirë gjerë tani. Ai që e do vëllain e tij rri në dritë dhe nuk ka asgjë në të që e bën të bjerë. Por ai që urren vëllain e tij është në errësirë, ecën në errësirë dhe nuk di ku shkon sepse errësira ja ka verbuar syt. Djema, ju shkruaj sepse mëkatet ju janë falur për shkak të emrit të tij. Etër, ju shkruaj sepse ju e keni njohur atë që është që nga fillimi. Të rinj, ju shkruaj sepse e keni mundur të ligun. Fëmijë, po ju shkruaj sepse e keni njohur Atin. Etër, ju shkrova sepse e keni njohur atë që është nga fillimi. Të rinj, ju shkrova sepse jeni të fortë dhe fjala e Perëndisë rri në ju edhe e keni mundur të ligun. Mos e doni botën, as gjërat që janë në botë. Në qoftë se ndokush do botën, dashuria e Atit nuk është në të. Sepse gjithçka që është në botë, dëshirimi i mishit, dëshirimi i syve dhe fotollëku i jetës nuk është nga Ati, por është nga bota. Dhe bota kalon dhe dëshirimi i saj. Por ai që bën vullnetin e Perëndisë mbetet në përjetësi. Fëmijë, është ora e fundit. Dhe sikurse e dëgjua që Antikrishti vjen, edhe tani kanë ardhur shumë antikrisht, prej nga e dim se është ora e fundit. Prej nesh dolën, por nuk ishin prej nesh. Sepse po të ishin prej nesh, do të kishin qëndruar me ne. Por kjo ndodhi që të dalë se nuk janë të gjithë prej nesh. Dhe ju keni vajosjen nga i shenjti dhe dini çdo gjë. Nuk ju shkrova juve sepse nuk e njihni të vërtetën, por sepse ju e njihni dhe sepse asnjë gënjeshtër nuk është prej së vërtetës. Kush është gënjeshtari vetë se ai që mohon se Jezusi është Krishti? Ai është Antikrishti që mohon Atin dhe Birin. Kushdo që mohon Birin, s'ka as Atin. Kushdo që rrëfen Birin ka edhe Atin. Ajo që ju pra dëgjuat nga fillimi, le të qëndrojë në ju. Në qoftë se ajo që dëgjuat nga fillimi qëndron në ju, edhe ju do të qëndroni në Birin dhe në Atin. Dhe ky është premtimi që ai na premtoi. Jeta e përjetshme. Ju shkrova këto gjëra për ata që kërkojnë t'ju gënjejnë. Dhe sa për ju, vajosja që keni marrë nga ai, rri në ju dhe nuk keni nevojë që ndokush t'ju mësoj. Por si që mëson ajo vajosja mbi gjithçka, edhe është e vërtet e nuk është gënjeshtër, edhe si që mësoj, do të qëndroni në të. Edhe tani djema qëndroni në të që kur të shfaqet ai, ne të mund të kemi besim dhe në ardhin e tij të mos turpërohemi para tij.
Në qoftë se e dini se ai është i drejtë, ta dini se kushdo që bën drejtësinë ka lindur prej tij.